për të shkuar më pas tek ajo çfarë ndodh te kjo përplasje që ka vite që tashmë ka nisur mes SPAK-ut dhe politikës. Por tek gara për Partinë Demokratike më jep një rezultat kthupi shumë shpejt edhe për kuriozitetin e publikut. Sekretari i përgjithshëm këtu? Nish. Jo, me emra, se nish nuk e. Flamuri, Klevisi, Andi, Marashi, Denisa. Edhe njerë, pra, se jo vetëm me emër, po edhe me mirë. Flamur Noga zgjedh sekretari i përgjithshëm me votë plebiscitare. Po, Klevis Balliu, sekretar organizativ. Klevis Balliu zgjedh sekretar organizimit, Andi Mustafaj zgjedh sekretar për burimet njerëzore. Po, Marashu për çështjet zgjedhore dhe Denisa Kele për marrëdhënie me publikun. Okej, të falenderoj. Shkojmë edhe te nënkryetaret. Kush janë tre nënkryetaret që do zgjidhen? Jonatani edhe Manaj. Luciano Bocci, ju lutem tabela tjetër. Jonathan Pano edhe Besa Manaj. Këto janë tre emrat që mendon se do të fitojnë. Pra Luciano Bocci, Jonathan Pano dhe Besa Manaj. Mirë, kjo ishte pak a shumë ajo çfarë ka ndodhur me emrin, nuk e di. Ke ndonjë ide për emrat? Nish. Sinqerisht unë në surprizë si mendon. Nuk dua të shprehem, nuk besoj se ka surpriza. Po. Pak a shumë, mbase te pjesa e çështjeve zgjedhore do shifja pak Arlindin. Marashi është kandidat shumë i fortë, vendi lihet bosh në këtë rast nga Ivi Kaso, i cili ka pasur një eksperiencë shumë të mirë gjatë këtyre viteve, një profesionist i mirë i çështjeve ligjore dhe zgjedhore, po jo më pak janë dhe dy të rinj të Logu dhe Ahmetaj. Fakti është që nuk dua të shprehem, fitoft më i miri dhe bëf punën më të mirë. Mirë, megjithatë shohim pak ato çfarë ka ndodhur me përplasjet e një prej ndoshta më, le të themi, antarëve më besnike të frymës së Sali Berishës, pikërisht Iliriana Kuçana, e cila sot e ka cilësuar Partinë Demokratike të përfshirë nga fenomeni i mulizimit. Le të ndjekim sinkronon dhe rikthehemi. Patjetër, po statuti sot ka rënë dite. Iliriana. Ka një rend dite dhe do zbatohet fillimisht rendi i ditës dhe këtë përgjigje ju kam dhënë. Një minut. Jo, një minut. Po, jam të flasur të përgjigjem. Paraqitja e rezolutave ka rregullin e vet. Absolutisht do kesh të drejtë të paraqesësh sa herë të duash, po vetëm sipas rregullit. Jo, sipas rregullit, lexoj statutin tani, ti më thua mua. Po, Iliriana, edhe një herë. Fal, një minutë. Sot ka një rend dite dhe do vazhdojmë fillimisht me rendin e ditës. Do kesh të drejtë, të lutem një minutë. Po jo, po, nuk mund ta shkruajmë statutin këtu ne tani jam. Sot do vazhdojmë fillimisht me rendin e ditës, ju lutem, këtë përgjigje ju kam dhënë. Po pra, këtë përgjigje ju kam dhënë, dënë mesazh. Iliriana, edhe një herë. Një minutë. Mor zotri, një minutë. Të lutem. A mund të kthej përgjigje apo jo? Ke komunikuar me mua sot? Po. Të kam thyer përgjigjet, kam thënë, ndiqe statutin. Urdhë. Shumë dakord, po sipas procedurës, sepse sot është një rend dite i përcaktuar. Asgjë nuk ju mohohet. Ky në fakt ka qenë sherri i brendshëm brenda mbledhjes së Këshillit Kombëtar. Menjëherë pas këtij debati, Iliriana Kuçana shprehur pas këtij momenti për sa i përket mulizimit të Partisë Demokratike. Le ta ndjekim dhe këtë moment shumë shkurt dhe rikthehemi në studio. Mulizimi i Partisë Demokratike. Po, mulizimi klanor i Partisë Demokratike. Pra nuk mundet që në Partinë Demokratike, cili do që të bëjë karrierë, do duhet që ta mbështesi Muli. Pra të shkojnë katret, të marrin mbështetjen e Mulit, që të marrësh një pozicion Partinë Demokratike. Kjo është e patolerueshme. Ka ardhur një moment që Partia Demokratike të kthehet në meritokraci, të kthehet në vlerat në të cilat u krijua. Tashmë është momenti që Partia Demokratike të reflektojë. Ndërkohë, mulizmi është një fenomen, nuk e kam emrat,
pra nuk e kam emrat konkret, por më lejoni t'ju them që mulizimi është një fenomen që duhet luftuar. Dhe i ftoj të gjithë demokratët dhe i ftoj të gjithë anëtarët e Këshillit të Kombëtar të luftojnë pikërisht mulizimin. Dhe të gjithë kandidatët që janë prezantuar dhe janë propozuar nga mulizimi. Duhet të votojmë njerëz të cilët janë të shkëputur nga konjunkturat, janë të shkëputur nga klanët, ku e shikojnë Partinë Demokratike si lopë që ta mjelin. Prandaj ka ardhur momenti që Partia Demokratike të jetë një parti serioze dhe të votojnë njerëzit e punës.